Ambasadorja e Republikës së Turqisë në vendin tonë Songül Ozan, në takim me kryetaren e komunës së Gjakovës Mimoza Kusari Lila, u interesua të mësojë nga afër se si do të organizohet konferenca e donatorëve, që pritet të mbahet në mars të këtij viti. Kusari Lila potencoi fushat në të cilat mendohet të bashkëpunohet me shtetin turk. Komuna Gjakovës ka dhe një binja gzim me një komunë në Republikën e Turqisë, por gjithashtu ka dhe potencial. Natyrisht, tema të paevitueshme këtyre ditëve me ambasadorë të vendeve mike janë përgatitjet për konferencën e donatorëve me 13 dhe 14 mars që do të mbahen në Gjakovë, por gjithashtu edhe bashkëpunimi dhe ndërlidhja e bizneseve tona me biznese turke dhe tërheqja e investimeve nga një vend me një ekonomi të zhvilluar. Gjithashtu diskutuam për projekte të cilat ka ekspertizë dhe mundësi të bashkëpunimit dhe të cilat do t'i vazhdojmë në ditët në vijime dhe në nivelin e ekspertëve. Ndërsa ambasadorja Ozan tha se ne do të thrasim investitor nga Turqia për të parë mundësitë e investimeve këtu, sepse dihet që në Stamboll dhe Izmir ka shumë shqiptar dhe ata mund të jenë uralidhse me dy shtetet tona. Büyükelçilik olarak heyetimizle birlikte Unë urova kryetaren për postin e rëndësishëm, të cilin ka marrë njëkohësisht nuk dyshoj në sukseset e saj dhe do të doja të theksoja se shteti Turqisë është shumë interesuar të investojë në Kosovë, sidomos në Gjakovë. Ne biseduam konkretisht se në çfarë sfera mund të kontribuojmë në këtë komunë. Sa i përket konferencës së donatorëve që do të mbahet në mes të muajit mars, unë ju them se ne do të jemi pjesëmarrës në këtë ngjarje të rëndësishme për Gjakovën dhe do të fokusohemi më shumë në trashëgiminë kulturore, në restaurimin e urave të vjetra. Sanayi ve Ticaret Bakanı'yken son derece yakın bir işbirliği içinde olduk. Ambasadorja turke nuk la pa përmendur faktin se Gjakova është një qytet me trashëgimi kulturore dhe ne do të shohim se çfarë mund të bëjmë në këtë drejtim.